marrë me vendime në të mirë të qytetarëve, pavarësisht se parti i takojnë, deputetët, sepse populli na ka zgjedhë, aq sa na ka zgjedhë. Se cila parti dën votat e veta, votajt ne duhet të bëjmë një zgjedhje përfundimtare për të qeverisë këtë vend. Dhe populli po pret, shteti po pret, dhe mendoj se është një gabim i madh që po bëhet mes partive politike, cilët nuk e sin dorën njëri tjetrit të punojnë për këtë vend. Përfshi këtë lëvizje në vendosje, ka përgjithësi? Gjithë. Cila është gjita ideale sipas jush? Por derisa lëvizja vetë vendosje voton për të zgjedhur organet, mendoj se ka një përparësi në atë aspektin e dëshirës për të zgjedhur. A duhet me bë kompromis? Kurse kompromis në çdo herë dhe gati me bë kompromis, ne kemi kërkuar dhe dekos që të bëjmë një qeveri. Të përbashkët sepse i vinë këtij vendi. Dhe populli na ka zgjedhur për të çuar proceset për para në këtë vend. Edhe sa mendoni se do zgjas kjo tentimi për nesër? Dhe aty opozita është çdo herë e gatshme 24 orë në dispozicion na ka. Me qenë se ju keni si parti e parë këtë drejta, duhet me bëni kompromis ose me lëshu? Ne të drejtën tonë e shfrytëzojmë dhe drejtën na ka dhënë kushtetuesa. Dhe ne kemi një kandidatë që është femra më e votuar. Prej lëvizjes dhe vendosje e përgatitur e dëshmuar mjaft, kështu që nuk e di pse dikush mundohet me marrë të drejtën e dikujt.